thirrë edhe një kompani e cilën vetë kanë kërkuar me shtin licenc për shkak se kanë konsideruar se falsifikon. Dhe derisa vendosur SHP-ja, është në rregull, mund të tenderojnë publike kur janë tenderet. Mirë, po në negocim ti e thirr vetë. Ne nuk kemi pol në negocim, ne duhet me na thirrë dikush për me qenë pol. Dhe ka negocuar, dhe çfarë ndodh? Për të kësaj, shkojnë edhe na dëmtojnë me parët tonë e paguajnë operatorin privat. Dhe kjo ka qenë një arsye që është keshpërdor ai neni që thotë është mirë me çarçu. Në rregullorën e kaluar ka qenë një ku thotë komuna mund të angazhojë operator privat të tjerë ta ndihmoj, por më pasime në rasti paraqiten vështirësi decisivisht çështë thotë. Kjo nuk ka qenë as në koordinim me neve, as nuk na kanë vetë. Vetë s'keni bërë zhurmë atëherë, se një kon koalicion. Kena bërë zhurmë, besoj që kena bërë. Partia që ka prodhuar atë, e ka Si ekzekutiv atër kemi bo investime direkt në ndërmarrjen pastrimi. Ka qenë hera e parë kur ne direkt kemi ble kontinjer për ndërmarrjen, kemi ble kamion për ndërmarrjen. Është e vërtetë që rregullore ka qenë neni që sektori privat me indimu. Unë e kom fillu ato. Unë e kom fillu edhe kamionat, e kom fillu kontinjer, e kom fitu grantin me KfW, 70 milion euro, cilin sot nuk përshojmë askon. Është një projekt që jep zgjidhje problemit të mbeturinave në kryeqytet. Pra, gjitha këto tani po rrezikohen. Rregullorja vjetër po thotë që mundet sektori privat me i ndihmu pastrimit, që i bjen në këtë rast nëse pastrimi ka nevojë për ndihmë, po ato me i menaxhu edhe me i kontrollu pastrimi. Pjesa operative e pastrimit. S'ka një debat që kum qenë ma pasiv, për shkak se po du me po qytetarët pse është këtë gjendje. Që si akuza dhe kunder akuza prej ekzekutivit edhe prej ndërmarrjes kanë rezultu me këtë gjendje të cilën po e shohim. Veç po du më përmendë një gjë që e përmende, që s'ka ardhur LDK-ja sot, është me të vërtet pa përgjithësi totale, subjekti i cili mund mos më pëlqy moderatori, mund mos më pëlqy televizioni, mund mos më pëlqy paneli, kështu që subjekti i cili qeveris me Prishtinën, për këtë problematik u prononcua dhe lideri i tyre, e mos me dërgu një përfaqësues qytetarëve të paktën një asambleje. Vetëduesa në qendrës dërgon kurr. Ta s'kan qenë që një 10 vjet s'kan qenë. Ka dërgu drejtorin e shërbimit publik. Nëse ndrojmë kalojmë te problemet e vendosjes, kalohet të një unisoni që s'ka kush me kanë. Pos një fotën 5. Vetë të përfundoj lutna, vetë të përfundoj. Për mua është shumë pikpyetje diskutabile pse menaxhmenti i pastrimit në vitin 2023, kur është bë rregullorja e re, që pjesë e cilit ka qenë edhe ky neni famoz, që në raste emergjente, cilat mundet me i kriju ekzekutivi kur do që dën, mund të inkorporohen edhe operator ekonomik privat, pse atëherë nuk e kanë ngritë të si shqetësim. Ne kemi ngritë, edhe drejtori, çfarë diskutime kemi po në zyre. Zotëri Reqica, tash, nuk mujna me ju hi syve qytetarve. Ne dim shumë mirë që ty në pozitën ku je të ka vendos Partia Demokratike e Kosovës. Jo, një vendos me konkursi. Për shkak se aksionar, veç tregoj veç po breve që na jetojmë këtu në Kosovë dhe dim çu shbon edhe bordet. Po konkursi mirë në Kosovë. Edhe kryeshefët ekzekutive dhe krejti dim. Tash drejtori administratës është kolegi im i asamblesë, cilin ju e keni bua, po. Keni disa kolega si. Një prej subjektit Partia Demokratike. Po brevesh ndërmarrjen pastrimi mas me shumë vëmendje po jo dëgjoj, kështu që kisha pasur veç 2-3 argumente i kam që po du me i potencu. Do të thotë, pastaj kur u prish koalicioni, u prishën pazarët dhe planifikimet. Po më në bërë të në ka dhe antarët vetë vendosës, po? Po i kemi. Nuk ka asë një antarët vetë vendosës. Komiteti aksionarë është dhe? Ka për shembull hera fundit shoferi i komunës e mërot antari përkëshëm bërë të... Jo, po flasë për Prishtinë, është kompani regionale. Është kompani regionale. Është kompani regionale. Ideja është aksionar... Ati ku ka fillu hilja Leotis, kur është prish koalicioni, edhe jenë largu për koalicionit për DK-ja, kanë dhënë ndërheqje edhe aksionarët. Edhe ka qenë potez politikisht i mençur, por që në një farë mënyrë e ka bloku situatën, e ka bloku kontrollën mbi ndërmarrjen. Prandaj, sepse për të kriju aksionar të ri, është dashur DK-ja me hin koalicion me vetë vendosën. S'ka pas të zgjidhje. Edhe tu e ditë ata që ne nuk hime LDK-n,
e kanë marrë këtë farë hipotezë të qelluar. Po që faktikisht... Ju sinin qeveri komunale, ata nuk hinë me ju Ama i kuna foj, kur lideri nuk i ka numrat. Gzim i në shumë. Vore të apsirosën opozitat zëra kona me sopatika për shka. Le ta ban një koalicion. Te proceduria kur të fundit e kom. Se folim shumë për të intera, po një sen nuk po Jeni thuhet. krejt kundër Brestovcit? Si jam as kundër Brestovcit, as kundër drejtorit. Unë jam që Prishtina me qeni pastër. Po mundohena me paraqit situatë reale edhe pasojat që po i bën qytetarët edhe pse kemi ardhur deri këtu. Folëm shumë për kontrata për tender. Po një sen nuk përmend askush e me cilin duhet me u marr a priori prokuroria. Krejt këto janë të paligjshme. Nuk me qëtë rregullore. Unë nuk po them që rregulloria mund të jetë jo kushtetuese. Po këto nuk jeni, na që konstatojmë. As nuk e konstatojmë për parim Roma, as zyra ligjore. Ka institucione tjera. Me rregullorën aktuale e cila është në fuqi, nuk mundesh me i dhënë treg për ngrumbullim betorinave as një operator ekonomik pik. Edhe lënë gjendjen çështë. Jo, duhet me ndryshu gjendjen, duhet me gjithë zhjilë. Zhjilën duhet me gjithë. Një foto jashtë në biciklës shkopin e rëzën vetën që ashtu uarë situata. Problemi nuk është sabotaj. E kanë rëzu këta vetën. Leo, a kësha mujtë vish për pjesën e sabotimit? Vish një sekundë lirik. Se do të me qarcu. Se u folë shumë për drejtorit edhe mu nuk më dha pak fatkesisht fola po E para si çështje, ky problem nuk është kriju prej neve. Ky problem është kriju për shkak mos pagesa. Çfarë të ndodh? Njëri s'ka marrë rrugë që sot drejtor. Ne përndryshe e kemi bojt njoftuar prokurori. Jepja rrugën nuk del me pankort. Ky duhet më ia dhon, jo. Ja kemi dhënë rrugën. Po ti bashkuna me Ja kemi dhënë, edhe a din ç'është halli edhe më i madh i punëtorëve. Se do të qysh me bashkëpunim me kompani private. Po dolu me kry shërbime Mund të me kompani pastrimi. Kjo fytyrën më i madh. E di që s'ka çfarë drejtore sepse kemi ofruar Kësha mujtë vish pjesën e sabotimit. Kemi ofruar me lidh kontroll. Obligon edhe rregulloria e dingëzimit. Kanë bërë thirrje, porët janë tu i mojt në buxhet. Po, i kanë marrë me një det vonesë. Na le të punojmë, mos bëj politik me dështimin. Ideja është që shkami morë rrogat në fund mujtë që shkami morë është probleme tu zhënu. Kjo është problemi. Dhe kjo e që parët i kanë morë dhe i ka dolin me protestu që s'po i lojnë me punua? S'ka naftë, s'ka naftë. A mojtë vish pjesën e sabotimit. Që shpunoj njësit e pastrimit Lipjan edhe që shkon naftë për ata. Jo, so Prishtina, Lipjon e krynë 10 muj, gati. 8 muj e krynë. Që shkone me pas kur është një të ndërmarje, që shkone me pas naftë për Lipjan, që mos me pas naftë për Prishtina. Ne kemi bërë në Kosovë financiare. Ne jemi tu e praktiku dhe ne faturat i dim saktë dhe shpenzimet i kemi në bane. Do me thonë, jo keni pare që beqoni Lipjan, po s'keni pare për Prishtinë. Sepse Lipjane është tu pagu. Po me që ato pare, e në pastrimit ato pare. Jo, janë të njësisë e Lipjane, sepse ne po e dim Nësia Lipjane ka është në kodër dërmarës pastrimit. Pa tjetër vesh e kemi është një temë e cila me të vërtetë nuk flet. Për faktin që nuk mundesh me sabotu dikon që nuk ka plan, nuk ka vizion, s'mundesh me sabotu dikon që asaj vet nuk puton.